Përshëndetje, sot do të flasim për një nga llojet e dhimbjeve të kokës, siç e tham herën e kaluar. Nëse do tani pam sa lloj dhimbjesh ka, si janë ato dhe çfarë sëmundjesh mund të përfaqësojnë, le të flasim për më të zakonshme, dhimbjen kronike të kokës ose migrena. Çfarë është migrena? Është një shtrëngullim neurologjik kronik epizodik, i thjeshtë një dhimbje koke e zakonshme. Ajo karakterizohet nga kriza të përsëritura dhimbje koke, shpesh të forta dhe invaliduese, të cilat ndikojnë në cilësinë e jetës. Zakonisht ajo fillon në adoleshencë, ose në moshë edhe më të re, dhe prek kryesisht më shumë gradë. Si paraqitet migrena? Karakteristikat kryesore të saj janë dhimbje pulsuese e kokës, shpesh e njëanshme, zgjat nga 4 deri në 72 orë, pra mund të zgjasë 2-3 ditë, intensitet mesatar i fortë dhe përkeqësohet kryesisht nga aktiviteti fizik. Kush janë simptomat kryesore? Si shfaqet? Me nauze ose me të vjella. Nauze do të thotë kur të vjen për të vjellë, me fotofobi dhe fonofobi, do të thotë ndjeshmëri ndaj dritës dhe ndjeshmëri ndaj zhurmave, të cilat mund të përkeqësojnë dhimbjen e kokës. Migrena mund të jetë me aura është nëse shfaqen shenjë dhe simptoma para se të mbrijë dhimbja e kokës. Dhe kjo shfaqet në rreth 25-30% të pacientëve, që janë simptoma neurologjike kryesisht, që mund të jenë si vizime, si zigzag, si dritë e shndritshme, si mpirje e fytyrës ose e dorës, vështirësi e përkohshme në të folur. Zakonisht aura ose kjo periudhë që përmendëm zgjat më pak se një orë, më pak se 60 minuta. Kush është mekanizmi? Migrena lidhet me aktivizimin e sistemit trigemino-vaskular, pra çlirimin e neuropeptideve CGRP, dhe shkakton një hipersensibilizim të qendrave të dhimbjes në tru. Pra është një proces neurobiologjik real. Si vendoset diagnoza e migrenës? Ajo nuk ka shumë ekzaminime për të bërë, është më shumë klinike se sa instrumentale apo me ekzaminime laboratorike. Kështu që është e kohët bërja sa më shumë dhe sa herë mbas hershme e analizave dhe ekzaminime radiologjike përse përket dhimbjes kokës, nëse jetë diagnostikuar me një migrenë, sepse nuk luajn asnjë rol. Migrena është një sëmundje kronike si shumë sëmundje të tjera. Nëse je me diabet, nëse je me presion të lartë, do të marrësh terapi për gjithë jetën. Edhe migrena është një sëmundje kronike, pra një dhimbje koke kronike. Siç thamë, vendoset vetëm nëpërmjet klinikës. Kriteret kryesore janë të paktën 5 epizode në muaj, kohëzgjatja e tyre nga 2 në 3 ditë, pra nga 4 orë deri në 72 orë, të paktën 2 duhet të jenë të njëanshme, pulsuese, të forta dhe që përkeqësohen nga aktiviteti fizik dhe shfaqen, siç tham, me të vjella, nauze ose me ndjeshmëri ndaj dritës dhe ndjeshmëri ndaj zhurmave. Ekzaminimi neurologjik sigurisht që duhet të jetë normal. Imazheria, skaneri ose rezonanca magnetike kërkohet vetëm nëse ka shenja alarmi. Po kush është ecuria e migrenës dhe si përmirësohet cilësia e jetës? Migrena është, siç tham, një shtrëngullim kronik epizodik. Ajo fillon shpesh në adoleshencë ose në moshë edhe më të re, ka periudha krize dhe qetësie, kuptohet. Tek disa pacientë me kalimin e viteve ul frekuencën edhe intensitetin. Tek 2-3% mund të kalojnë në migrenë kronike, ndikohet sidomos nga hormonet e kryesisht tek femrat në periudhën premenstruale, para se do të mbrijë, për këtë është vërtetuar që varet nga hormonet. Ajo ka 4 faza, që është nga prodroma ose aura, që tham, kur vinë shenjat paralajmëruese që po mbrin dhimbja e kokës, faza e dhimbjes dhe post-dhimbjes. Kush janë faktorët nxitës që e shtojnë dhimbjen e kokës ose frekuencën? Është stresi, mungesa e gjumit, dehidratimi, ndryshimet hormonale, drita e fortë, ekranet që ne përdorim, alkooli dhe disa lloj ushqimesh. Çfarë duhet bërë për të përmirësuar cilësinë e jetës? Pra, së pari duhet të edukohet pacientit, kuptoj që migrena është neurologjike, jo imagjinare. Të njohë shenjat e hershme për të trajtuar krizën sa më shpejt. Është një karakteristikë tipike e atyre që vuajnë nga migrena dhe e dinë shumë mirë, që sapo fillojnë shenjat e para duhet marrin terapinë, se ndryshe po e morë terapinë kur ka filluar dhimbja e fortë,
zakonisht nuk jep efekt terapia. Higjiena, pra veç edukimit i higjiena e stilit të jetesës dhe baza e trajtimit. Duhet gjumë i rregullt. Gjumë i rregullt do të thotë orari i qëndrueshëm, orë të mjaftueshme gjumi, do të thotë hidratim i mirë, do të thotë ushqim i rregullt. Karakteristike e personave me dhimbje koke është të mos heqësh vaktet. Pra, dietat, orët e zgjatura, heqja e një vakti mund të përkeqësojnë frekuencën ose intensitetin e dhimbjes së kokës. Aktiviteti fizik duhet jetë i moderuar. Ekspozimi ndaj ekranit dhe të forta duhet jetë i kufizuar dhe menaxhimi i stresit. Një karakteristikë tjetër është ditari, duhen shënuar këto gjëra për të parë nëse kush janë shkaktarët. Pra, ato që thamë deri tani është drita, është ushqimi, është mosngrënia, është aktiviteti fort fizik, matja e frekuencës, pra sa herë ndodh, dhe vlerësimi i efikasitetit të trajtimit, sepse sigurisht jo të gjithë medikamentet japin të njëjtin efekt tek neve. Kështu që nëse se një lloj medikamenti ndikon më mirë, duhet shënuar me qëllim që të vendosë dhe të stabilizohet një terapi e cila na jep një përmirësim më të mirë. Trajtimi korrekt i krizës merret herët, jo kur dhimbja e fortë ka filluar siç thamë. Dhe sigurisht që nuk duhet të abuzuar me analgjezikët. Jo sapo të kemi dhimbjen, fillojmë me analgjezik ditë për ditë, 2 herë në ditë, 3 herë në ditë, sepse sigurisht që rrezikohet edhe mbidozimi nga medikamentet që përdoren. Po si terapi parandaluese, çfarë mund të bëjmë? Në qoftë se kemi mbi 4 kriza në muaj. Krizat invaliduese do të thotë që nuk rrit dot, je detyruar të rish mbyllur në dhomë, të rish shtrirë në krevat, ose kundër indikacione për terapi, dhe janë dhe kundër indikacione për terapi akute, pra jo doza të fuqishme, të menjëhershme. Kush janë si opsione si terapi parandaluese? Në shumë studime shkencore që janë bërë nga autorë të ndryshëm në neurologji, është parë se medikamentet të fushave të ndryshme, që kanë indikacione të ndryshme, të grupeve të ndryshme për sa i përket atyre të zemrës apo të mushkërive apo edhe të tjera, mund të japin efekte edhe tek dhimbja e kokës dhe një nga këto për shembull janë beta bllokantët që përdoren kryesisht në kardiologji, janë antiepileptikët që përdoren në krizat e epilepsisë, antidepresivët triciklik dhe antitrupat e CGRP-s që janë tani terapia më moderne. Po gjitha këto ilaçe, nëse thamë antihipertensiv, antiepileptik nuk përdoren për epilepsinë apo për depresionin, po përdoren për të dhënë efekt tek dhimbja e kokës. Pra, të marrësh nuk do të thotë që ke një nga ato smundje, sepse kryesisht shumë pacientë sapo shikojnë fletën ilustruese ku thuhet për çfarë përdoren, thotë unë nuk jam epileptik, unë nuk jam ashtu, nuk jam kështu dhe tentojnë, por ka studime që kanë vërtetuar që këto medikamente japin rezultat tek trajtimi i migrenës. Sigurisht që ka nevojë edhe për mbështetje psikologjike, sepse migrena është një gjendje jo e mirë shëndetësore, që zgjat siç thamë nga orë në ditë, dhe sigurisht që shkakton ankth, shkakton depresion, shkakton ulje të performancës profesionale, dhe trajtimi duhet të jetë multidisciplinar, pra i cili rrit ndjeshëm cilësinë e jetës. Kështu që migrena nuk shërohet përfundimisht në shumicën e rasteve, por menaxhohet shumë mirë. Me qasje të strukturuar, shumica pacientëve mund të kenë një jetë funksionale shumë të mirë, duke ndjekur këshilla dhe duke u bërë mjekët e vetes në kuptimin e antiditarit për shënuar çdo detaj. Sigurisht që ka studime shkencore që po kërkojnë alternativa të tjera të trajtimit të dhimbjes kokës, pra të migrenës, të dhimbjes kronike, e cila është, siç thamë, shumë e bezdisshme, por një gjë është e sigurt që nuk rrezikon jetën, pra migrena nuk rrezikon jetën, rrezikon sigurisht cilësinë e jetës. Për këtë duhet ndjekur të gjithë këto këshilla dhe shihemi në episodin e radhës.